Pas nënshkrimit të një marrëveshje mes qeverisë së Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe që parashikon investime të mëdha nga investitori arab Muhammed Al Abad, situata në jug të Malit të Zi, konkretisht në Ulqen, u tensionua ndjeshëm. Projekti parashikon të zhvillimin në zonën e plazhit të madh, gjë që shkaktoi pakënaqësi të madhe mes banorëve dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal. Komuna e Ulqenit reagoi fuqishëm përmes protestave dhe takimeve të njëpasnjëshme, duke kërkuar që kjo marrëveshje të mos përfshijë territorin e tyre dhe që çdo vendim për të ardhmen e kësaj zone të merret në konsultim me komunitetin lokal. Situata u stabilizua pjesërisht pas deklaratës së vet investitorit Al Abad, i cili u shpreh se nuk do të vazhdojë me projektin nëse banorët nuk janë dakord. Në këtë klim të pasigurt për të ardhmen e plazhit të madh, ditën e sotme realizuam një bisedë me Prel Shkrelen, pronarin e njohur të plazhit Copacabana. Ai na tregoi për përgatitjet që janë bërë për sezonin turistik, i cili është në prag fillimi, dhe sfida që vijnë si pasojë e zhvillimeve të fundit dhe mungesës së qartësisë për të ardhmen. Na i herë s'kem ditë se kur do të shkruhet tenderi. Po mirë se na i kem shkuar në tender, po një dijeni se po na bërzihet dikush në të plazhat tona, edhe na e kem ditë përpara se 3 fishin, 4 fishin, çmimin e kanë qua, edhe jem pregadit për atë çmim. Po si jem kanë pregaditën se po vjen i farë Al Abadit, cili konkuron 19 plazha, cili për 6 ditë ka formuar firmën, ka mri 19 garancione mi pregaditë dhe mi dërzuar me në thënë dokumente atjera cilët i kalu mjera detare, dhe aty a kanë shok se thuj, ma i madh. Se njerëzit si kanë ftuar mren, e kanë po një grua cila e ka pas një vend aty në qosh, edhe ka përcjell krejt komisionin edhe tenderin, edhe si ka hinja ka nja, si kush ka pas fat. Edhe ka qua dhe plus që ka qua shteti i herë mirë detale, plus e ka qua laj, edhe nuk e ka mri, dhe thonë, kompania Al Abadit të të hinë në plazh. Por janë disa që i dhabduk të dështu, kanë pagua normal, dhe thonë qiron, edhe ashtu ja kanë qua trikat e hema të hepera, se kanë një vetin se lypet që duhet me qua ma, edhe aty Al Abadi e ka rrit që me ja marë tash mas me hasi nën plazha. Dhe më thonë, aty a kanë i ditë, jo veç për ata cilër e kanë 3 plazhat për atë ditë, por e për neve tjerë që jem kolegë, ne jem kem tonë shokiratun, si ashtë e mujtun, kur kem dje se 19 plazha kanë konkurua, por ja kanë rritë 9 plazha, po prapë edhe 9 plazha janë bollë. Po, në trego pak kohëve të fundit apo javëve të fundit është folur që vet investitori kërkon që nëse banorët e Ulqenit janë kundër, ne nuk do të investojmë në Ulqen. Sa mendoni që është reale kjo përgjigje Al Abadit? Mendoni që ka hequr dorë përfundimisht dhe plazhet dhe pronarët e plazheve të Ulqenit mund të fillojnë në përgatitje, por edhe në plotësimin e dokumentacioneve të nevojshme? O jam njërë cili kam kaluar shumë. Tonë jetë e jema kanë me rapatos të përbot, të pa shumë, të një shumë. Kjo, qese kjo, ala
së më ka bo vaki kun, kudër që jam kënë, në Evropa, jashtë Evropet. Por, pyetjen që e bëhen është shumë korekte, konkrete. Unë gëzabes. Kjo se ky allabar të riheket. Ne kem allabar ton, Beograd Ulqin. Në Podgoricë, falë, se në Ulqin jo. E fshëzoj rastin, që i falenderohem me të vërtet, kryesisë komunës të Ulqinit, parlamentit të Ulqinit, e cilët e kanë kuptuar shpejt mendimin e Gjeverisë, Malizzi, bashkë me Allabarin, cilët janë qua, edhe na kanë dalë nim, na kanë ndihmua. Kemë fillu me proteste, me 1, me 2, me 3. Por, kur e kanë pasë me të vërtet, Ulqini nuk është ata që kanë menua se mund të shkelin si donë. Edhe jam i sigur se s'mund të shkelin Ulqinin kur, por tu ka i civilizim, kulturë, me gjithë ata menojnë se ne jem shumë primitiv, ne jem rapa metun. Jo, atë janë shumë gabim. Ne jem punëtor, ne jem nershëm, por kur do më shkel dikush, na dim edhe me këthyje. Ne nuk jem njerëz që bërtasim e flasim me vrasim, por na jem njerëz që me fakte duam atë tjetrin, edhe me fjalë, edhe me si thash me fakte, e vrasim me fakte, ata e kanë kuptuar shumë bukur. Tash për tash, që tu s'ka çka me lyp. Si mundet me kanë njerë me marrë 13 kilometër plazh, për me ba për 2 net, 3 net, me ba këtë planin, çka do me ba këtu? Po si jem na lop me kollot barë. Na jem njerëz cilit kemë në shumë tomë, njerëz shkolluam, doktora, filozofa, njerëz cilët do kuptojnë. Por dhe na që punojmë, i kuptojmë të gjana, se nuk jem si thash. Na, mes për baken, njerëz cilit e kemë kuptua, se pa punë nuk del. Na kemë punësua, familjet tona, vendit tonë, u kemë mundësua që ata studentët cilit janë familja jo shumë të pasun, mundi mua që ata me pare që të fitojnë në për plazhën, për gjithkun në Ulqin, në për restorana, o gjithkun, dhe më thonë që të shkollojnë vetë. Nuk ka Ulqini që nuk ka ma pa shkolluam. Nuk ka shtu Ulqini se sot nuk bëhen gjanat si janë më lunë. Pa lunë, me men, atë në aty fitojnë ma shumë. Edhe, gjithsesi, baj apel në tonë, veç me men, se me men, mi mlidh met, bëhet puna, edhe me fakte. Na kemë shumë fakte, edhe na jem në vend vetë. E të s'mund na bojnë kush për këto, se kjo toka është e jona, me gjysh, me 4 gjysh, me baba, me nana, me vllazni, edhe vazhdojmë. Kjo nuk mundet shtu, si e kanë fillua, po thomë për Beograd flas kur gjatë, se prej atje ka fillua, por shteti i Malizzi, na jem na shtetas ti vend, na s'kem ka më shkua. Kjo është toka jone, kjo janë trojet tona, e prej këtu, mund ta televizin kurkun, ne, Shqipëria është vend shqiptarve, po Shqipëria për vedin. Na jem tu për vedin, si e thash, me gjysh para gjysh, me tonë edhe na generacije mas generacije, por du të me mëndua edhe për generacije që dhe vinë. Atyne duhet, na jem ata, ambasadoret që duhet atyne më lanë, si në kanë lanë në neve të partë, ashtu me lanë atyne, që më thonë, nese mas tjesit, mas generacije të vinë, e ka kanë me të vërtet atë para tonë, mas të thëmë një feret keqe, por ka kanë askur gjë.
Po, por sipas dijenis apo informacioneve që keni, sa plazhe ka momentalisht akses Alabari? Ka në ndonjë plazh apo të gjitha janë marrë me një shumë të madhe? Si e thaç, nën plazha janë marrë, por një plazh plenari i cili e ka pasat plazh, aja tërhiq, s'ka mujt me arrit atë çmim, me afrua. Edhe tash këta përfaqësueset e Alabarit, fazi advokatët tjerë kanë thënë se atë plazh do të mojnë ata. Si do të mojnë advokati? Advokati është me nej në zyret tina me ullhec gjyqjen e të problemet e njerëzve, jo me marrë me plazha. Dhe me thonë, e ka thot diçka që mos muzon bes se nuk vjen i Alabar tjetër. Se ky Alabar sigurisht do të hiqet, se ky e ka pa vetë se si ashtu çështja, se shumë i informuar është. Edhe jam i sigurt se ai edhe kjo se na shkruhet edhe kjo se vërtetohet, kjo bashkë me Arab, ky marrëveshja, atëherë dhe me thonë se kjo në Arabi ka shumë që janë miljardera, milionera, jo e që Alabari. Po kërë me pasë kjo, tu a një perle, tu është një vend virgjën, kjo a një vend cilit gjithë kur dishërën marë tu. Po, por para 10-15 vjetëve kur sa kanë kështu plazha rregullume, si janë sot, kur kush nuk ka dash, tash kish shyre, tash po duhet. Se shojë se ka me kënë la infrastruktura shpejt, ka me kënë rrugat ma mira, ka me kënë shumë gjana të afrume. Kura kënë si Sahar, s'ka dash kërkush. Tash kishin me dash, sa me në du me dhe na, se dhe na jem tu. Po si më ardha ta këtu, kur jem na këtu gjallë. E vërtet. Po të shkojmë pak edhe tek fillimi i këtij sezoni që përmendëm edhe në fillim, që nuk po duket si një fillim sezoni që thatë edhe ju. Në tregoni pak kjo nis me këtij sezoni, sa ka penguar edhe kjo çështje, por edhe koha që vetë edhe po shohim. Sa ishte vështirë kjo përgatitje për këtë sezon? Si e shihni këtë sezon se po fillon? Qële, mirë ka thënë. Kem shumë anë miq. Kohën, aja anë miku më i madhi. Edhe kjo çështja cili është bani turbulent shumë e madhe në Malzi. Se kjo nuk është një veç në Malzi, por këtë region në Evropë, por u Allah, nuk njeva një zonë ka Evropa që po vjen kënena se kanë thonë, mashallah, bukuri, mashallah, bukuri, por ata kanë hi, pes më raftet dhe kanë bon gjana, tyre se na kemë Muzafir ka 20 vjetë tu, edhe ata interesohen, na bojnë telefonate, qa u bon, a kini simit plazhën, as kini plazhën. E ta janë të shumë gjona goditjet neve, cilat ne na bojnë kaba. Se ata para sezonet bojnë programet, ku duhen me shkua sezonin me planet e normalisht verore. Edhe kam edukuar shumë. Unë nuk jam një të thujojmë pesimist, ma shumë se optimist. Nuk jam optimist se kësaj vjete ka me kënë sezona si e kem prit me vjete. Na e dim se tu s'kem sezon ma tepër se 45-50 dit. Po tutem se si mjetë ka me kënë veç 30 dit. E si du me 30 dit mi paguat tëna këto shpemzime punëtort, që dhe a problem sot me gjithë punëtorin. Shumë prej nesh marrin punëtorin tonë, majën e kem pagua, si me pa punua full. Dhe me thonë, shumë probleme kem. E tash, Zoti Allahi me ne kjofte në një moft, nuk dim se kem me besidojmë prapi inshallah në vjesht, kur të kalojnë sezona,
Momentalisht ta krahasoj me vitin e kaluar. Vitin e kaluar ishte sezoni veç i filluar në këtë periudhë 27 maj, gati fillimi i qershorit. Vjet me krahasim me simjet. Dhe me thonë diferencia është na as 30% nuk i kem krahasim me vjet. Dhe me thonë 70% ma pak. 70%. Më gjenohet asë me thonë si ku jem, jo veç Copacabana, jo veç Safari, o Caboja, o Miami, o do plazh, net problem kem tanë. Me thonë, nuk kem një shpreh shumë të madhe, bera, shala silë zoti faqe kana, në një bënd se nuk ka situata shumë që e përshtatshëm, edhe nuk ka situata për me afrua se tash avon, çka do me marr, do marketinga dhe se tona gjërat janë vënë. Se kjo është e shpallur, por si në mënyrë negative kjo çështja e llabarit. Edhe ajo dukon shumë negativ. Sipas shkrelës, pavarësisht klimës së tensionuar, plazhi është gati të presë vizitorët. Ai theksoi se Ulqini duhet të jetë i përgatitur në këtë periudhë të vitit dhe se pavarësisht sfidave, përgatitjet janë bërë me përkushtim për të ofruar një sezon të suksesshëm për vizitorët, edhe pse ishte pak pesimist. Ala 100% nuk e përgatitur, por në 80% po. Por për ata muzafirë që kishin marrë tash është edhe bolli përgatitur, por na i kem përgatitur, por s'kem muzafirë, ku mi marrë muzafirët. Na njerëzit i kem tu, punëtorët janë to, tana i jem, gaqim i jem, mi shërbye, se Ulqini, i njoftën si mi këpric, pushqeshun, ata e din kejt Evropa, por, kot, i dëllandysh, nuk e ban, nuk e sjell pranverën, po do të me kanë shumë dëllandysha. Ata dëllandyshat për na me gojnë. Bela inshallah del fjala ma ndrysh si më në vetë. Jam pesimist. Ndër të tjera ishte bërë ditur nga qeveria se në Parlamentin e Malit të Zi ditën e njëjtë do të shqyrtohet përsëri marrëveshja me Emiratet e Bashkuara Arabe.